zemra që do për të tjerët, besimi që lulëzon. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka besu as njëri prej jush, derisa të doj për vllain, motrën e vet, atë që do për vete. Shënon hadithin Imam Buhariu. Vëllezër dhe motra, sa thjesht dhe sa fuqishëm. Besimi ynë nuk matet vetëm me fjalë ose rituale, por edhe me zemrën dhe dashurinë që e kemi për të tjerët. Të dush për vëllain, motrën, ose një musliman e muslimane, besimtar e besimtare, atë që do për vetveten tonë, do të thot të dëshirosh lumturinë dhe mirëqenjen e tij. Do të thot të kujdesesh për të. Do të thot të falësh dhe ta ndihmosh. Do të thot të mos gëzohesh nga fatkeqësia e tij dhe të mos zemrohesh nga suksesi i tij. Vëllezër dhe motra, kur zemra jote është e tillë, atëherë besimi yt bëhet i gjallë dhe i sinqert. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se dashuria për të tjerët është shenjë e imanit, besimit të vërtet. Le të përpiqemi çdo ditë të jetojmë me këtë hadith. Të duam për të tjerët atë që duam për vete. Të jemi burim paqeje, mirëkuptimi dhe dashurie. Të bëjmë që zemrat të afrohen dhe bashkëjetesat të ulërzojnë. O Allah, na mëso të duam për vëllezërit dhe motrat tona atë që e duam për veten tonë. Dhe bën që zemrat tona t'jenë të pastra dhe të mbushura me dashuri.